Nderuar miq, në fund të kësaj jave do bëjmë një përmbledhje të zhvillimeve që kanë ndodhur në arenën globale, më sytë e gjithë botës. Këtë javë kanë qenë në Kinë, atje ku presidenti Trump zhvilloi një vizitë zyrtare treditore në Pekin, por pa lënë më një anë edhe atë që kanë ndodhur në botën tonë shqiptare, në rajonin tonë, në Ballkan, në trevat tona, sidomos në Kosovë. Gjitha këto çështje pa harruar edhe situatën në Britani, do t'i flasim me zotin Driton Tali, e njohës mjaft i mirë i zhvillimeve jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, që jeton pra prej vitesh në Londër. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe i përshëndesin të gjithë ata që do të na përcjellin. Një përshëndetje nga Londra. Faleminderit. Përshëndetje dhe më të përzemërta edhe nga Tirana, dhe faleminderit shumë për kohën. Zoti Tali, krizë në Kosovë, por krizë edhe në Britani. Tani nga do ta nisim për situatën më të fundit? Po kjo e Britanisë sikur pak më e nxehtë, është më e re, se sa kjo Kosovës, Kosova sikur nuk po mundet me dalë nga kriza, sepse nga njëra krizë po kalon në tjetrën, kështu që si të duash. Unë jam nacionalisti që të dy shteteve, Okej, nisim nga Kosova për shkak edhe të grushtimeve të fundit, që situata ishte çik më e rëndë. Pam forca speciale në Skëndera, në Drenicë, një panoramë që nuk ishte parë vitet e fundit. Pra aty po zihen, ndoshta kjo që ndodhi reflekton edhe tensionin mjaft lartë mes forcave politike. Mendoni që do kemi qetësim, apo situata do agravohet më shumë dhe ky është vetëm fillimi i fushatës? Pra, ku do pëlcas, sepse kurti e bëri parashikimin, do kemi zgjedhje tjera në vjesht, nga njëra palë zgjedhje tek tjetra. Po, sikur zotni Kurti aty ka të drejtë. Gjykuar nga kjo se si ka filluar kjo fushat, nëse nisemi nga jo se dita mirë shifat në mëngjes, ka fillu si mos më keq, ka akuza, fyrje, sharje ndërmjet partive, të cilat sigurisht se do t'i pengojnë krijimin e koalicionit qeveritar pas zgjedhjeve, cili do rezultat që të dalë. Por edhe procesin zgjedhor, unë këtu nga Londra, tash me këta miqtë e mi këtu që flasim, e të cilët kanë votuar radhët e fundit, janë skeptik, nuk besoj se dalin, domethënë është një farë molisje elektoratit për shkak të këtyre zgjedhjeve të njëpasnjeshme, por edhe për shkak të fushatës e cila nuk i bën der asnjërs parti. Pra ju nuk parashikoni që një general shok i Adem Jasharit, duhet të kenë kujdes këta njerëz për shkak të asaj çfarë përfaqësojnë. E kam parasysh se nuk e kanë lehtë, jemi njerëz, hupim kontrollin. Pra nuk është se janë thjesht individ kryetar komuna apo kryetar partie, ashtu po. Paramendoni general intendant britanik të qëroj hesape me grushta me këtë qoftë. Duhet sikur disa nuk e kanë të qartë përgjegjësitë të cilat i kanë marrë, qoftë edhe nëse nuk ju takojnë, por i kanë marrë, duhet të kenë kujdes, s'kem nevojë për këso me trapazleqësh. Edhe ata thonë që ishte provokim, edhe Kurti bashkë me eksponentë janë qepur duke e parë si pikë të dobët për reagimet shpejta. Nëse Kurti që ka sjell ashtu, ajo nuk do jap të drejtë ty të sillesh ashtu. Si është ajo, nëse qeni të kafshona dhe ti qeni një. Prandaj
Shiko, unë shihem me syrin e vetë vendosjes, sepse kanë qenë edhe këshilltarë dhe isha në listën e vetë vendosjes dhe kanë qenë aktivist një kohë të gjatë, edhe kur nuk isha vetë vendosje, zyrtarisht isha vetë vendosje, por kështu nuk shkon. Kështu nuk shkon, po a ky Albini Kosovës, jo, nuk është. Edhe këtë duhet të thënë, ky Albini të cilin unë e kam njohur nuk është, edhe ky duhet ndryshuar. Tashti nuk kemi komunikim një kohë gjatë me Albinin, edhe në fundit ja kam thënë. Ka ruar shumë ato qeverisja është presion, është stres, por duhet marrë mashtruar këtë punë. Nuk mund Kosova të shkojë në vazhdimsi në zgjedhje. Për sepse njerëz nuk po munden me menaxhu stresin. Nuk është arsyetëm. Ju e njihni askush me zor. As Samil Ushtakun, as Albin Kurtin, as Ramush Haradinën në skenën politike nuk I ka shti. Prandaj le të sillen konform interesave të Kosovës, le të lojnë inate të kapriçet personale. Kam parasysh se ambienti është shumë I vështirë atje, sidomos gjatë fushatave, kam qenë pjesë e fushatave, e di se si ka atje grupet njerëzve të cilët I keq përdorin këto, janë të lodhshme psiqikisht e fizikisht, këtë I kam parasysh, po megjithatë duhet ta shikojmë interesin e përgjithshëm të Kosovës, janë bërë shumë sakrifica më deri këtu dhe s'kem nevojë me të përkesu situatën me bë makës e qeshtë. Kaq po du me përfundu. Ju bëm e kuptoj që nuk po doni të hyni më tej, por jo se edhe neve gërnaqave na I kanë ndalu mu përzi atje në çështjet ndërpartiake, andaj edhe unë nuk që nga koha kur kam dalë në Britani jam kursy, nuk kam diskutu për ato se çfarë ndodh në Kosovë, flas për këtë betejën politike brenda partijake, natyrisht se jam shpreh dhe kam dhënë mendimin tim aty ku kam pas interesi I Kosovës është në pyetje, natyrisht askush se mund na ndalon, qoftë karshi Serbisë apo ngjarjeve globale. Ju bën përshtypje fakti që të dyja këto ngjarje ndodhen në Drenica, aty ku kemi edhe Mullajin që kandidon për të parë një hoxh, një imam që futet në garë. Pra,